Hoq kur po falem, mendja po më shkon tjetër ka. Po harroj sa recati kam fal, e dikush thot më ka thonë ndroje vendin kur të falesh. Jo motër, mos e ndra vendin. Po ndroje programimin këtu, që ti ka tjetër trunit. Jo vendin. Po fal namaz e po don me besu në bestytni. Nuk e kap kjo. Nëse ti beson që asaj grua, kushdo që të ka thënë roje vendin, atër ti ke problem me namazin tënë, me trunin tënë. Qa ka lidhje vendi? Adin që nëse ti e beson që të gja, se ti me nru vendin nuk të shkojnë mend tjetër kun, atër kjo ta shkatron krejt namazin që ke falë të njetën, se kjo bindje e devijume. Kjo është bestytni. Ta prish ty krejt namazin. Ta shkatron të çdo ibadet hajrit. Ruaj për këtyne bindjeve. Mos gabo me ro kurban, provokim prej e këtyne mashtrimeve. Jo e motë. Përkushto sa ma shumë në namaz. Kretë kemi probleme me përkushtim namaz. Herë ma shumë, herë ma pak. Ama me mendu se unë nëse nroj venin, a i venë ma i bereqet që më ky ma kështu ma jo, kjo gabim. Përkushto me tru, edhe nëse ndodh me gabu, edhe unë gabaj, edhe mu më shkon mendja, tjetër ka njerëzimit gjithë. Po të mundohemi ta luftojmë rana vetës atë keqen, edhe të jemi më të përkushtuar. Çdo ditë, nga pak këtu e përmirësu veten, mas disa kohë, inshallah taala, përmirësohemi. Krejt jemi në këtë luftë me nefsin, me veten tonë. Ama jo kështu me besu. Allahu të përmirësoftë dhe të faltë.